Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këtë maskë dhe do befasoheni me rezultatin. Qimet në fytyrë janë një problem që kanë të bëjnë me pjesën më të madhe të femrave. Shkaqet janë nga më të ndryshmet, si për shembull edhe çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra dhe infeksione, madje edhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto ka disa mënyra me anë të maskave. Këto lloje të maskave mund t'i bëni në kushte shtëpie pa shumë produkte të shtrenjta, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë efikase dhe mbrojtëse për shëndetin tuaj të lëkurës. Nëse vazhdimisht shqetësoheni nga problemi i pushit ose qimeve të fytyrës, atëherë mund të përdorni edhe mënyra natyrale në kushte shtëpie që ju ndihmojnë në këto raste. Për këtë mund t'ju duhet edhe një e bardhë veze. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe shpërndani të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj e vendosni mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecet të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesën ku keni qime të padëshiruara. E lyeni pecetën sërish me të bardhë veze duke vendosur një furçë ose në gishtat tuaj. Sipër shtresës së dytë të bardhë të vezës, vendosni sërish një pecet tjetër të hollë. E lini të bardhën e vezës tërtohet, më pas filloni të hiqni ngadalë pecetat e thata. Bashkë me të do të hiqen edhe qimet nga fytyra. Një mënyrë tjetër është maska me sheqer dhe mjaltë. Për këtë ju duhet një lugje dhe sheqer kaf ose i bardhë, një lugje dhe mjalt, një lugje dhe ujë, një tas që duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull ose një shkop akulloreje dhe disa copa të formër e shiritave. Vendosini të gjitha përbërësit në një enë që durojnë nxehtësinë. Vendoseni enën në mikroval ose në një ngrohse të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda, derisa përzierja të fillojë të fluskojë dhe të kthehet në një ngjyrë kafe. E largoni enën nga nxehtësia dhe e lini përzierjen të ftohet pak, sa të mos ju djegë lëkurën. Pra të jetë e ngrohtë, por jo e nxehtë. Merrni pak dyll të ngrohtë me anë të një spatule dhe vendosni atë në zonën ku keni qime të padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendosni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copë duke e sheshuar me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën më ngadalë në drejtim të kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larg nga fytyra juaj. Maska me shafran indie gjithashtu mund të jetë një ndihmë për largimin e qimeve të padëshiruara nga fytyra. Shafrani indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe i përzieni ato me ujë për të bërë një pastë të hollë. E shpërndani përzierjen në fytyrë dhe e lini për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, e fshini atë me një copë pambuk të lagur, duke bërë lëvizje në drejtim të rritjes së qimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë, derisa qimet e fytyrës tuaj të jenë larguar plotësisht. Një herë për gjithmonë do të shpëtoni nga këto problematika. Qimet e fytyrës janë në makth i çdo femre. Shumica e femrave përdorin të gjitha llojet e trajtimeve për heqjen e tyre, si depilimi ose rruajtja, por ekspertët thonë se këto metoda janë krejtësisht të gabuara sepse mund të shkaktojnë edhe rezultate të kundërta. Këto metoda vërtet eliminojnë qimen për një kohë të shkurtër, por ato mund të rriten dhe të trashen edhe mund të rriten më shpejt se më parë. Opsionet e tjera si trajtimi me lazer dhe elektroliza janë me të vërtetë të efektshme, por mund t'ju kushtojnë një pasuri të madhe. Kështu, çfarë mund të bëni në këto raste? Të shikoni këto metoda alternative është një mundësi shumë e mirë sipas brejt saj. Duhet të jeni të durueshme, rezultatet do të jenë të dukshme pas një kohe të shkurtër. Asgjë nuk mund të bëhet vetëm një ditë. Është të provuar se rritja e tepërt e qimeve të fytyrës shkaktohet nga rritja e niveleve të hormoneve mashkullore në gjak, androgjen. Edhe pse të gjitha gratë kanë këto hormon në organizmin e tyre, nivelet e larta mund të çojnë në shtimin e qimeve. Nëse doni të ulni nivelin e hormoneve mashkullore në trup dhe të zvogëloni sasinë e qimeve të fytyrës, duhet të pini 2 gota çaj mente në ditë. Doktoresh Navin Tejnan nga Qendra Kombëtare e Lëkurës rekomandon të trajtim që mund të garantojë rezultate të kënaqshme.
Përdorni vitaminën B6. Kjo vitaminë pengon rritjen e sekretimit të testosteronit, e cila, nëse është e pranishme në sasi të lartë, mund të bëjë edhe një rritje të tepërt të flokëve. Nëse do të konsumoni ushqime të pasur me vitaminë B6 si banane, peshk, patate dhe lajthi, mund të reduktoni ndjeshëm çimet e fytyrës suaj, dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet efektive edhe në largimin përfundimtar të tyre. Ka shumë mënyra për të zhdukur qimet ose pushin e fytyrës, disa prej të cilave mund të bëhen vetë në shtëpi. Disa nga këto kërkojnë edhe trajtime të cilat janë të shtrenjta, por mund të jenë të përhershme, ndërsa disa të tjera janë më të lira. Depilimi është një alternativë e mirë për heqjen e çimeve të padëshiruara të fytyrës. Mund të përdoret disa strisha që i gjeni në çdo dyqan ose produkte kozmetike, ose një lloj dylli profesional, i cili është enkas për depilimin e çimeve të fytyrës. Pas përdorimit të dyllit, lëkura është e butë, por disa mund të krijojnë edhe pulshra, andaj duhet të aplikoni krem hidratues. Një mënyrë tjetër është edhe depilimi me sheqer. Është një metodë që përgatitet vetë për të hequr qimet dhe për të pasur edhe një trajtim më të mirë. Është një metodë me pak dhimbje, por mund të bëjë edhe një mënyrë efikase në trajtimin e problemeve të lëkurës. Mund të bleni një lloj sheqeri enkas për depilim dhe të përgatisni vetë në shtëpi ose në qendra estetike që mund të kërkojnë një të tillë. Është një mënyrë që pastron shumë më mirë qimet e fytyrës. Ose mund të përdorni kremin e depilimit. Kremrat e depilimit të gjetura rëndom në çdo baranatore janë alternativa të mira për të hequr qimet e fytyrës, ndonse nuk i heqin ato nga rrënja. Mënyra e përdorimit është shumë e thjeshtë. Përhap kremin e bardhë në të gjithë sipërfaqen ku keni qime dhe më pas disa minutash, qimet do të jenë zhdukur. Disa kremra që përmbajnë kimikate të fortë mund të jenë alergjik për lëkurën, ndaj duhet të keni kujdes kur i përdorni. Ju mund të përdorni fillin ose perin siç quhet në disa zona. Kohët e fundit depilimi me pejë vetulla dhe i buzëve të sipërme është një metodë mjaft efikase, por këtu ka edhe diçka. Fijet mund të mos shëndojnë, por nuk kanë rezultate të mira në çdo pjesë të fytyrës. Për shembull, në zonën e ballit është e vështirë të depilohet me këtë mënyrë sepse është mjaft e dhimbshme. Për qimet teke mund të përdorni edhe piskatoren. Nëse keni vetëm disa qime për të hequr, piskatoria është opsioni më i mirë. Kështu siguroni që të gjeni një piskatore që i ka tehet të pjerta, të cilat mund të bëjnë gjithashtu edhe një zgjidhje më të mirë në largimin përfundimtar të këtij shqetësimi. Është e rëndësishme që, në disa raste, t'i drejtojeni ekspertit nëse keni acarime të lëkurës. Të kesh qime në fytyrë është e zakonshme dhe normale, por në disa raste në fytyrën tuaj mund të shfaqen qime të errta ose të ashpra që mund t'i gjeni veten duke u drejtuar piskatoreve pothuajse çdo ditë. Kjo gjendje e pakëndshme quhet hirsutizëm, që shpesh shkaktohet nga një çrregullim hormonal. Edhe pse depilimi me heqjen e qimeve me lazer mund të ndihmojë për të hequr qafe qimet e padëshiruara, ka disa mënyra natyrale për t'i reduktuar ato që janë efektive, sipas health.com. Pini çajin e mentes. Çaji i mentes ka aromë dhe shije të mrekullueshme dhe përveç qetësimit të nervave mund të zvogëlojë numrin e hormoneve mashkullore që rrjedhin nëpër gjak. Për shkak se hormonet mashkullore janë përgjegjëse për qimet e padëshiruara të errta të fytyrës, ulja niveleve të tyre mund të ulë rritjen e padëshiruar të qimeve. Studimet kanë treguar se pirja e 2 filxhan çaji mente në ditë mund të ngadalësojë rritjen e qimeve në fytyrë. Provoni vajrat e livandos dhe pemës së çajit. Vajrat esencial janë përdorur në kujdesin e lëkurës për shumë vite dhe disa prej tyre mund të jenë mjaft efektive kundër qimeve të padëshiruara të fytyrës. Aplikimi lokal i vajrave të livandos dhe pemës së çajit janë vërtetuar se zvogëlojnë sasinë e qimeve të tepërta. Përpiquni të eliminoni yndyrna trans. Biskotat e shishme dhe ato që përmbajnë yndyra trans mund të ndikojnë gjithashtu në rritjen e padëshiruar të qimeve të fytyrës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.